Në konferencën e 55 vjetore të shoqatës ndërkombëtare të gjyqtarëve, e cila u mbajt këto ditë në Washington, u antarësua dhe Shqipëria. Në takimin e organizatës 88 antarëshe, mori pjesë një grup gjykatësish nga Shqipëria, i kryesuar nga kryetari i Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë, njëkohësisht kryetari i gjykatës së rrethit të Durrësit Ervin Metalla. Zotin Metalla e kemi sot të ftuar për një bisedë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët. Zoti Metalla, çdo të thotë çfarë vlere ka antarësimi i Shqipërisë në këtë shoqatën e ndërkombëtare të gjyqtarëve? Unë fillimisht doja të bëja një saktësim. Shoqata Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë ka qenë antare e jashtëzakonshme e shoqatës ndërkombëtare të gjyqtarëve. Në mbledhjen e Washingtonit u bë antare me drejta të plota, pasi që një mbledhje shumë e rëndësishme ku shfuqizua antarësia e jashtëzakonshme dhe ne u bëm antar të zakonshëm me të drejtë të plot vote. Antarësia jon ka qenë në shoqatën ndërkombëtare të gjyqtarëve. Natyrisht është një shoqatë shumë e rëndësishme, e cila ka një status këshillimor në Kombet e Bashkuara dhe në Këshillin e Evropës. Ka bërë një punë të jashtëzakonshme në elaborimin e standardeve që i takojnë pavarësisë gjyqësorit dhe mbrojtjes pavarësisë gjyqësorit anë mbar botës. Natyrisht është një mbështetje jashtëzakonshme edhe për shoqatën e gjyqtarëve të Shqipërisë, që është Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë, edhe ndihmon Unionin për të bërë një punë më të rëndësishme, më agresive në kuptimin që të mbrohet sa më mirë pavarësia e pushtetit gjyqësor. A mund ta jeni pak me objektin e Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë, organizata që ju drejtoni? Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë ka për mision mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit, eksplorimin e mundësive dhe rrugëve se si të rritet përgjegjësia e gjyqësorit pa cënuar pavarësinë dhe kontributin për shtetin e së drejtës, rritjen e besimit të publikut tek gjyqësori. Çfarë kontakte, çfarë marrëdhënie keni ju me shoqatën e gjyqtarëve të Shqipërisë? A bashkëpunoni ju me të apo jeni në konkurrencë, si thuar, si dy organizata paralele? Ju falenderoj për pyetjen. Në fakt është e vërtetë që ka pasur një ekzistencë fillestare të një shoqate tjetër gjyqtarësh, e cila aktualisht nuk është më aktive. Kjo është arsye pse USAID, nëpërmjet programit JUST, programit për forcimin e sektorit të drejtësisë, ka mbështetur Unionin në forcimin e kapaciteteve organizative dhe ka inkurajuar antarët e shoqatës tjetër të aderojnë, pra të antarësohen në Unionin e Gjyqtarëve të Shqipërisë, gjë e cila po ndodh. Në momentin që po flasim, e vetmja shoqatë serioze që ka ekzistencë ligjore në Shqipëri është Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë, ku antarësohen çdo ditë më tepër edhe gjyqtarë që fillimisht ishin në atë shoqatën tjetër që tani më nuk është aktive, dhe ne sot afërsisht numërojmë si antar gjysmën e numrit të përgjithshëm gjyqtarëve të Shqipërisë, të gjitha niveleve, gjykata shkallës parë, apeli, gjykata e lartë dhe në një shtrirje gjeografike në të gjithë Shqipërinë. Gjykatat perceptohen si një organ i korruptuar në Shqipëri. Sipas jush, çfarë duhet bërë për ndryshimin e këtij perceptimi? Është vërtet që ka një perceptim. Ky perceptim ka të vërteta, ka dhe egzagjerime apo pjesën spekulative. Unë mendoj që duhet një analizë shumë e rëndësishme, shumë e thellë, shumë komplekse e gjyqësorit, si të rritet përgjegjësia pa cënuar pavarësinë, sepse është një ekuilibër shumë delikat. Natyrisht që ne kërkojmë që të rritet përgjegjësia pa cënuar pavarësia, duke u gjetur mënyrat për të ndërtuar një sistem karriere në gjyqësor. Gjykata e lartë duhet të çndrohet gjykatë karriere. Profesionalizmi është shtylla kryesore e pavarësisë gjyqësorit. Duhet të analizuar situata e buxhetit gjyqësor, duhet të rritet buxheti për gjyqësorit, duhet të rriten pagat për gjyqtarët. Absolutisht ne gjyqtarët kemi përgjegjësinë tonë për të rritur transparencën në menaxhimin e proceseve gjyqësore, si dhe në çdo aspekt të veprës tonë gjyqësore apo procedurale administrative. Heqja e imunitetit, sipas jush, a ndihmon në këtë, në zgjidhjen e çështjes korrupsionit tek gjyqtarët, ndryshimin e këtij perceptimi, apo i bën gjyqtarët më të prekshëm ndaj politikës? Në fakt ka një diskutim. Imuniteti në fakt është parë gjithmonë si një privilegj për gjyqtarët, por nuk ka qenë asnjëherë i tillë, ka qenë një garanci për qytetarët, në mënyrë që gjykata ka qenë një mjet mbrojtës për pavarësinë e gjyqësorit, në mënyrë që çdo kush çështja e tij të gjykohej drejtësisht nga gjykata e pavarur dhe e paanshme. Natyrisht që heqja e imunitetit është një element që besoj ndikon në rritjen e përgjegjësisë, është një terren i përshtatshëm, por nga ana tjetër nuk është mjaftueshëm. Ne duhet kemi kujdes që të mos cënojmë pavarësinë e gjyqësorit, të rrisim përgjegjësinë, por nga ana tjetër duhen marrë masa dhe duhet ndërtohen politika shumë të rëndësishme sa i takon buxhetit gjyqësorit, i cili duhet rritet, pagave gjyqësorit, ndërtimit të një sistemi meritash në karrierën gjyqësor, duke dhënë përparësi profesionalizmit, duke marrë gjitha masat të rritet transparenca, duke u kërkuar gjyqtarëve dhe ne duhet të rrisim përpjekjet tona për të arsyetuar në mënyrë të plotë dhe të qartë vendimet tona. Pra, është një set me
aksione, me veprime që duhen ndërmarrë për këtë gjë. Nuk mjafton thjesht vetëm heqja e imunitetit, natyrisht që ne e kemi Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë ka qenë pro heqjes së imunitetit ose më saktë kufizimit të imunitetit, kurse ka ndodhur, sepse heqja e plot do krijon një situatë vulnerabël për sa i takon pavarësisë gjyqësorit. Ka pasur në Shqipëri raste kur janë liruar nga gjykatat e Shqipërisë element me precedent kriminal dhe ka ndodhur krime të mëtejshme. Dua të përmend tu rastin e vrasjes kryetarit të komisariatit të Shijakut nga gjykata e Durrësit, nga një gjykatës kolegu juaj që ju drejtoni. Si mund të shmangen raste të tilla sipas jush? Në fakt, gjyqtari në fjalë është nën procedim penal dhe administrativ për një fakt që nuk ka lidhje me vendimin apo me ritët e zgjidhjes së çështjes. Më vjen keq që shkruaj një perceptim dhe shkruaj një lidhje shkurtër ndërmjet vrasjes, rastit fatkeq vrasjes së kryekomisarit të Shijakut dhe gjykatës. Në fakt ka një vendim i cili akoma nuk shqyrtuar nga gjykata e apelit. Pavarësisht mënyrës si është zgjidhur çështja, unë nuk mendoj, gjyqtari natyrisht ka pasur vonesa në arsyetimin e vendimit, kjo që do bënte që vendimin e apelit të shqyrtohej më shpejt, por unë nuk krijoj një lidhje të shkurtër ndërmjet ngjarjes. Pra, duhet jemi shumë të kujdesshëm kur ti analizojmë, pra nuk ka krijohet ndonjëherë përshtypje sikur nuk ka një analizë të plotë, të saktë të situatës. Në fakt, gjyqtari ka një problematik tjetër që nuk lidhet në fakt drejt për drejt me vrasjen që ka ndodhur, që ishte një rast shumë fatkeq. Po për mbrojtjen e gjyqtarëve, kam parasysh rastin e vrasjes gjykatësit të Rrethit të Vlorës, ende nuk është gjetur vrasi i tij. Sipas jush, çfarë masash duhen marrë për mbrojtjen e gjyqtarëve nga rreziqet me të cilat kanosen? Në fakt, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë reagoi fort në rastin e një vjetorit të vdekjes, vrasjes makabre, mafioze të gjyqtarit Skedelat Ekonomi. Natyrisht që kjo tregon që përveç pagave, gjyqtarët në Shqipëri jetojnë edhe në kushte të sigurisë së munguar. Pra, duhet më shumë mbështetje për gjyqtarët, duhet bëjmë më shumë për të rritur besimin e publikut te gjyqtarët. Dhe kjo është një përgjegjësi jo vetëm e gjyqësorit, por edhe e politikës, e shoqërisë. Nuk mund të anatemohet gjyqësori pa u bërë një analizë, pa u kritikuar anët që janë për të kritikuar dhe pa u vlerësuar zhvillimet dhe arritjet. Natyrisht ne gjyqtarët jemi të përgatitur për kritika objektive dhe konstruktive që e ndihmojnë, po jo për anatemime të pabazuara, për shpifje, gjëra të cilat nuk shërbejnë gjyqësorit dhe as besimit të publikut të gjyqësorit. Pa një besim të publikut të gjyqësorit është e vështirë të ndërtohet shteti të drejtë në Shqipëri. Dhe ne po luftojmë shumë. Ne po na mbështet aktualisht USAID për të forcuar kapacitetet tona organizative. Natyrisht antarësia jone plot në shoqatën ndërkombëtare gjyqtarëve, gjithashtu do na ndihmojë në misionin ton. Natyrisht ne u pranuam antar pas u vlerësuam se jemi një shoqatë e pavarur, apolitike. Ju faleminderit për intervistën. Faleminderit për juve.